Teksa migracioni po masivizohet vit pas viti dhe shumica shqiptarëve pjesën produktive jetojnë jashtë vendit me 2.2 milion banor sipas të dhënave të fundit nga anketa e migracionit. Në anën tjetër, qeveria dhe institucionet kanë dështuar për të zbatuar programin dhe strategjitë për emigrantët. Një pjesë e emigrantëve që jetojnë prej 2 dekadash jashtë vendit duan të kontribuojnë sidomos në zonat ku kanë lindur, por ato përballen me pengesa dhe mospërfitje institucionale. Anëtarët e diasporës shqiptare të intervistuar nga Instat janë të angazhuar në mënyrë aktive në një gamë të gjerë iniciativash që kontribojnë në zhvillimin kulturor, akademik, ekonomik dhe institucional të vendit në vendet ku jetojnë. Rreth 1/5 anëtarë të diasporës është aktiv në organizata dhe shoqat të diasporës, kryesisht në funksion të promovimit të identitetit shqiptar jashtë vendit, përmes shkollave, gjuhës, aktiviteteve kulturore dhe ngjarjeve komunitare. Megjithatë, sipas anketës, angazhimi i diasporës në vendin tonë kufizohet në një sër sfidash. Diskutimet me anëtarë dhe organizata të ndryshme të diasporës gjatë anketës Instat nxjerrin në pa pengesa institucionale duke përfshirë aktivitetin e kufizuar të institucioneve kyçe, si Agjencia Kombëtare e Diasporës dhe Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, si dhe vështirësinë në koordinimin ndërministror. Emigrantët vënë duke mungesë një database të centralizuar të diasporës, teksa ka fusha të kufizuar informimi dhe komunikimi për angazhimin e diasporës. Sipas anketës, mungojnë mekanizmat e strukturuar që profesionistë diasporës të kontribuojnë në zhvillimin e Shqipërisë, duke mbledhur shpesh vetëm iniciativa. Ka mungesë besimi në institucionet shqiptare dhe shqetësimi për burokracinë e tepruar veçanërisht mes profesionistëve. Ka shqetësime për klimën e biznesit, boshllëqen në kuadrin ligjor për mbështetjen e investitorëve nga diaspora dhe mungesën e fondeve të dedikuara për kanalizimin e investimeve. Ka nisur shkëputja kulturore në rrjetet e brezat e dytë dhe tretë të diasporës që asimilojnë jashtë vendit, duke si adopsimin e lidhje me trashëgiminë shqiptare. Vënë duke anketa në aspektin ekonomik anëtarë diasporës po shohin gjithnjë më shumë për te remitancave tradicionale drejt formave strategjike të investimit, përfshirë pasuritë e paluajtshme, turizmin dhe sipërmarrjet teknologjike. Mirë po qeveria shqiptare nuk po mund të përthith kapitalin human dhe atë financiar diasporës duke ulur përfitimet e vendit nga ky potencial i madh.